Ta mund si u vonua avioni? Avioni. Po më këllin ishe. Po Ryanair, se s'ka ita tash ka vetëm vizë dhe Ryan. Po në ato rarë është vetëm Ryan nga Campino. 3 orë. 3 orë. Po për mu s'është problem se unë jam su rrugëve, po problem për Kalamajt apo për... Po ti ishe vetëm? Po vetëm. A ishe vetëm ti? Po, shkova dje në Vjenë. Po për Kalamajt thuaj tani? Kalamajt e dynjasë Allah avionët. Vjen kish për Kalamajt e botës? Po gjunafë, qajnë Kalamajt e shkretë për aeroport. Edhe këtë ma the? Po, plejtë, smurë, rritë 3 orë. Vje kishe këtë pjesën e... Po gjunafë kur jenë ustë. Kishe i ndjeshën edhe në Kalamajve të botës. Po qajnë në avion, që do përshës? O gullaj, me do të njëri që përshume ke pas në ndjesi përshume që mund t'ishe dhe Kalamajt e tu? Jo, kur shef ata, duke si Kalamajt e tu? Po kur i shef që vuj normal, që qasë, logike. Pra njeri ru thelë bështë egoist, nuk vjen keq për ata. Thjesht me ndonë fëmijën e vetë, thot po s'kur të ishte ai këtu. Po. Tash Që janë njerëzit. Tash është dimër, ftohtë. Po nëse në aeroport brenda kishe kondicioner besoj apo jo? Po jo, aty ka kondicioner, po kur del nuk është se duhet me pa. Di kur i ke në Rom herë? Unë mbrëm, se isha dje në drek në Vjenë, se kisha... A ishe në Vjenë? Që i takim pune në TOSB-ja, se po bëjmë një projekt me atë atje në çaj thonë në San Marino në fund shkurtit do bëjmë një konferencë me San Marino. Po. O më theti mua, po. Inteligjencë artificiale. Edhe ndark shkova në Rom, sot kisha punë domethënë dhe erdha. Thjesht e kisha llogaritë që do vija më. More vesh lamin në fishek zjarr valla. Po shumë ja. Kam prap fishek zjarr atë nga Partia Socialiste. Koha vitit 30. Jo, më kanë hedhur nga që do kthehet Bela në punë pra. Po shumë mirë pse. More vesh gjykatën kushtetuese. E pash, lexova. Po do flasim pra për atë. Do flasim pra, po nga që po vjen nga Roma, thashtë të t'i japë çik atmosferën. Jo, unë në Romë vërtet isha, po online kam qenë gjithkohës, se më ka nik lajmet pa. Zje e ka quar Eno Ledios të. Kamo? Zje e ka quar... Zërbe! Po pra, me rastin e Belindës do këthe në punë, pra gjykatë kushtetuese i vendosi... Po vetëm qoftë se mi ka nis tani, po, ja ta shofi. Amani dhe është shifi qik. Që pezulloj pezullimin. Po jo, në fakt nuk u morë vendimi pezullimin. Po ai në fakt u morë. Pezulloj pezullimin. Po pezulloj pezullimin. Të lexova vendimin, po. Ua. Më duke se kam dhe unë vendimin këtu, po shumë juridik. Ti ma çoj pra të lexova. Atë pra, po. Po ishte çik teknik apo jo? Po shumë i qartë ishte, nuk është. De facto ka pezulluar pezullimin. Ja. Fieri, edhe Fieri fishek zjarr plak. Më thot, më vjen një burim këtu, më thon Fieri në fest për vendimin ndaj Ballukut, fishek zjarr në qendër qytetit dhe serinë e PS-s. Ue, se është deputet e Fierit, Belinda. Fierit, ue. Po fakt, kur e mendon o kulla, po ta mendosh hol, me këshu me t'jesh i ftot. S'kan të saj që festojnë, orti. Se kur mendon që kam bërë gjithë sakrifisë shkretë, kanë kaq kohë që punojnë, edhe i moment saktuar del një prokuror dhe pafja hoqë të gjithë në atë suksesin e madh, edhe gjithë lokmat e punës që kanë bërë e gjitha këto, dhe pasaj kur fitojnë, është në marë të festosh, bile unë them pak bëjmë në kulla. Se di kush ka festu, dhe më thëmë të. Si kush ka për? Ta rezova pra, e kanë zirë në media serioze, nuk është... Shumë mirë. Njerëzit... Partia dhe më thëmë ka festu. Partia, po normalisht me partia. Njerëzit që duan bere në vurë dhe Ramsin, e kupton? Që do më thënë i bije që ky me këtë vla, kryuar precedent që spaku mos e kruajmë, mos fut më duart shu, sepse nuk lejon me njerëjave. Ta shojnë. Pa ka shumë çu është. Ta shojnë. Ja, nuk është tamam është. Po si është do kulla? Tash këta, sepse realisht... Dara, zë i themi në emision këto, ma më varja dhe nise. Ore, Ledio, kur të fillojmë vla, se nuk për marrë veshun? Dhe ja po pritësha fishek zjarët. Merdën tani dhe fillojmë. Mirë, më thuaj kur të fillojmë, se vajti vonë, vajti... Fillojmë. Vajti rande 5, Gati jemi, gati. Përshëndetje toksor, përshëndetje toksore. Ju sa po kemi mbritur, jemi live këtu në MCN TV,
Edhe në YouTube, të faqen i tregon Lezio në ekran. Bëni një subscribe për qefin tuaj. Në të faqen time në YouTube, ju më të shkoni emisionit gjatë gjithë kohës kur doni ju. Edhe në 3 të mëngjesit, ngrihen nga gjumi, të thoni mos, nuk e fan të çami sot. Te zonë e lirë, te MSN-ja. Ban futuni te faqja. Dini edhe një herë Lezio? Dhe për të u bërë jetën sa më të thjeshtë zotëri, ju e dini që unë ja u bëj emisionin copa. Ta pëlqej, ja u bëj emisionin copa. Ja u bëj me copa. Që mos lodheni shumë. Shikoni atë që ju intereson. Mbaroni njërin, pa shikoni tjetrën. Pini një kafe, shkoni në tualet, pa pini kafe në tjetrën. Mund t'ja u vini edhe të plot. Po në YouTube e plot. Ky është emisioni im numër 1019 sonte. Pri pjesa e parë. I nërkulla minë brëma. Mirë brëma. Ka ngjarje në Shqipëri kulla, dje u zgjof bosi i Spakut, bosi i ri i Spakut. E zgjodhën do. U zgjof. E zgjodhën pra, normalisht. Që quhet Klodian Brau. Me origjinë thon, nuk e di mirë tani, po do vinë çunat pastaj nga ora 10 kur ti ikësh ti do vinë nga Skapari. Nga Skapari. Një pyetje kam unë kulla për ty, do ja bëj çunave, nuk e di a ke informacion apo jo. Ajo që mbëri përshtypjen nga gjithë historia e para se të fillojmë emisionin tamam, kuptimin fabula, kam vetëm një detaj, nga gjithë historia e zgjedhjes së këtij thuaje Zotit Brau, shefi i ri i Spakut që zvendësoi Altin Dumanin, ajo që mbeti ka zëvendësuar akoma, se do bëhet ceremonia e zëvendësimit. Po mirë, por thënë ka zvendësuar, do të thënë zyrtarisht po thënë. Më mbeti në mendje vetëm një detaj, kulla që më pëlqeu shumë, që Zoti Brau fliste me efekt kolonjar. Kur e di gjova, thoshte për shembull mernja, bënja. Skapari dhe Kolonja janë shumë afër. Një malin. Unë nuk e dija që Skapallinët kanë të njëjtin Po. zërbe. Janë shumë afër. Fakt, ajo pjesë e Skaparit nga këto, se Skapari ka 2 zona, është pjesa e Tomorricës që shkon nga Berati dhe është pjesa tjetër. Këta gjithmonë kanë qenë malësia e Korçës. Edhe shumë afër në rruga erore me Kolonjarët. Ti thua flasin njësoj si kolonjarët, po do të ketë një dallim të vogël. Kolonjarët dhe Korçar ka dallime. Se ky thoshte mernja. Ka dallime në thoshte tjetër, me një në fund. Ka dallime në 9 dialekt, por realisht janë konsideruar gjithmonë si malësie. Prandaj. Është shumë afër me Korçën Skapari dhe ti ke njohur Klodian Braun? Jo, nuk e kam njohur, por unë di disa nga dosjet që ai ka ashtu domethënë dhe isha i bindur që do zgjidhet ky sepse është. Ja, një sekond kulla. Me që flaset fabula e parë në ekran Lezio. Duhet thënë 1-0 për Ramsin. Gjithë një që ka vënë skedin dhe ka vënë mish, ka fitu njëshi, valla. 1-1. Pse 1-1? Përse goditja e parë bëri gjë kërkoja. Kjo është goditja e barazimit. Tash kemi datën 20. Në luftën Ramsi 4 me gjykatën kushtetuese është 1-0 për Ramsin. Se ajo goditja ndaj A s'kishe gjë me Ramsi? Goditja ndaj Belindës nuk është goditja ndaj qeverisë, po çfarë thua? Ti e lexon kështu? Po i qartë po. Nëse mo Bela kthehet në punë, Sa ka qenë pa punë? Ja ishte pezulluar nga gjykata, dhe shkonte dot në punë, në kuptim në zyrë. E diti që nuk ekziston koncepti i pezullimit të ministrit, nuk është shkruajtur askund. Ministri jo shkarkohet. E ka ajo, e ka ligjin më ti kullata. S'ka pezullim. Po, s'ka pezullim ministri. Po lexo ligjin, neni 240. Ministri është subjekt kushtetues, antari i Këshillit të Ministrave është subjekt kushtetues, sikundër deputetit është subjekt kushtetues. Sikundër kryetarit të bashkisë është subjekt. Atë e kanë bërë ligjin gabim ta? Po jo, ere parë që këta bëjnë ligj. Po rregull atë. Ere parë që këta bëjnë ligj që s'përputhet me kushtetues. Iku mbaroj. Rrugën këtyre. Tani, rrugën politikisht si e lexon ti këtë vëlla? Është shumë e qartë më. Në një familje tani që kërkoja, që është gjykatë speciale. Rrugën këtyre ja hapi, këta u çmendën dhe donin të shkarkonin Erion Velin ndërkohë që ai ishte në burg. Dhe gjykata kushtetuese tha para një muaji kur ishte. Gjykata kushtetuese tha. E keni gabim që shkarkoni dot. Mandatet kushtetuesa nuk janë të ndërprerë, nuk mund të ndërprerni ju mandati kushtetues me vendim gjykate. Mandati kushtetues ndërprehet vetëm kur ai merr dënim formës prerë. Të e tha gjykata kushtetuese për Erion Velin, që e ktheu në detyrë ndërkohë që ai vazhdon që ndron burg. I njëjti parim është për këtë zonjë. Pra, paradoksalisht, ta unisët shkarkonin Erion Velin e hodhi këta në gjyq dhe fitoi kundër këtyre,
Po i hapi rrugën këtyre që të mbrohen tash me të njëjtin parim, se nuk mundet gjykata kushtetuese të thoshte për Erion Velim, po, ky duhet kthehet në zyrë dhe për këtë të thoshte jo, kjo s'duhet kthehet në zyrë. Se është i njëjti parim. Është shumë e Pa thjeshtë. tani si i bie që nëse bën kërkesë Erion Veli, i bie gjykata kushtetuese të marrë prapë të njëjtin vendim ta kthejë në zyrë. Jo, kjo është tjetër gjë, sepse ai ka kthyer në zyrë. Tash Erion Veli vazhdon luftën me gjyqësorin për çështjen që ka në zyrë është ai. A teorikisht thua ti për kushtetuesen, Velia është në zyrë. Ore kushtetuesja nuk merret me çështjen penale, kushtetuesja merret me parimet kushtetuese. A u mor me masën e arrestit pra? Jo më Përveç pasaportës. Jo më zotri, gjykata kushtetuese. A rregulloi masën? Jo më zotri, ja ta them unë, gjykata kushtetuese pezullimin, sepse pezullimi nuk ekziston si Po koncept. masi ishte pezullimi pra. Po jo më zotri, sepse ishte më zotri? normalisht ajo është një tekalimi masës. Mas është ajo heqja e pasaportës, ose nëse gjykata GKK-ja do shkojë dhe do t'i kërkojë kuvendit heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Sepse Balluku është edhe deputete dhe antar i Këshillit të Ministrave. Kjo është sqaruar, kemi thënë. Po, i njëjti parim që mbrojti atë, Një gjitha dhe Manjani para... i njëjti parim që mbrojti atë, i njëjti parim mbrojti edhe këtë. Se këta tash duhet ta ndajnë cili është parimi. Pra, gjykata kushtetuese nuk do hyn detaj çështjes. Ajo do vazhdojë dhe unë pres pasi gjykata kushtetuese me datë 22 janar. Po, jo, 10 orë. Jo, 22 janar u vendos tani vëlla. 22 janar dhe... Po, vitin tjetër vëlla. Okej. Pas datës 22, gjykata... Atëre, se sot shiko, sot u vendos, Pasi po ja ta themi që u vendos sot një... Pasi gjykata kushtetuese të shprehet në formë përfundimtare dhe ta bëjë atë seancën e hapur publike për çështjen Balluku, gjykata speciale, prokuroria speciale, unë jam i bindur ka përçuar kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Ja, do të pyes për këtë. Ja që ka vendosur sot, për të shpjeguar njerëzve të cilët tani janë kthyer në shtëpi dhe nuk e kanë ndjekur, sepse ky lajm është marrë diku nga mbasditja e hershme. Herët kulla, nga ora kur doli lajmi, nga ora 2:30 më duket 3, një gjë e tillë. Pas ditën e parë. Ja që ka vendosur gjykata kushtetuese zonja Zotrin për kërkesën që kishte bërë Ramsi 4, kryeministri Edi Rama, ka vendosur që të kalojë çështjen për shqyrtim në seancë plenare publike dhe të therrasi si subjekte të interesuara, SPAK GKK-on, pra gjykatën speciale, Kuvendin e Shqipërisë dhe Presidentin e Republikës. Po, nuk e di pse është shtuar kjo, po të ma shpjegosh ti. Po ta shpjegoj sepse Një sekond, pastaj ka vendosur të pezulloj zbatimin e vendimeve numër 118, datë 19/11/2025, që i bie të jetë pezullimi kjo. Dhe numër 120, datë 22/11/2025 të GKK-s për pjesën që parashikon masën pezullimi ushtrimi të një detyre a shërbimi publik. E shikon pra i ka pezullu masën. pra ka pezullu pezullimin. Këtë pra thamë, ndaj Berinda Ballukut. Vendimi të botohet pretorën zyrtare. Po shumë e drejtë. Pra ndaj Balluku që nga momenti që ashtu, kur del pretorën zyrtare. Fletore zyrtare brenda 15 ditësh duhet dalë. Po çfarë, ajo tani s'ka drejt këto 15 ditë të vejë në punë. Jo, më jo shkon në punë, ajo s'ka lidhje ka. Çështja këtu tani Pastaj ka futur këtë tjetër më burr. Ç'është kjo të mos pranoj kërkesat e Partisë Bashkimit Popullor, i këtij shkretit si e ka ky? ku diun ka shku një parti tjetër. Është tjetër gjë kjo. Po, është tjetër gjë, nuk ka lidhje me çështjen, po. Të caktoj seancë plenare publike, të caktoj seancë plenare publike në datë 22 i parë 2020, pra 22 janar. 22 janar. Ora 10:00. Po shumë mirë. Ky ishte vendimi i sotëm. Tani do vinte ky moment çon. Dakord. Sepse kjo e kemi dyshuar të gjithë më. Jo, që do vinte ky moment që do kishte përplasje të hapur që gjykata kushtetuese do i ndante ujërat, do vinte çan sepse është disa ta herë që përsëritet. Sepse çështja është a mundet gjykata kushtetuese, a mundet GKK-ja si rasti Berisha, dhe në rastin Berisha. Pyetje për Kullën. Po. Mirëmbrëma, pyetje për Kullën, a mund të ketë qenë lojë ajo me Veliajn dhe zgjedhjet për kryebashkiakun e Tiranës për të krijuar precedentin me gjykatë kushtetuese sepse e dinte që do vinte Fortuna Balluku, pyetje për Kullën. Po jo, më çeloj. S'ka lidhje. E kishin shumë seriozisht ata shkarkonin edhe ai me ata avokatët që kanë në Amerikë, cilët janë shumë të ftohtë në ashtu dhe e mori dhe zbërtheu kushtetutën deri në detaje dhe shkojnë gjykatë kushtetuese dhe ajo ktheu sepse gjykata jon kushtetuese pra Kulla është provuar në rastin Ilir Meta. Nga pjesa juridike. Është provuar në rastin Ilir Meta kur ishte president.
2 herë u përpoqen ta shkarkojnë këta si majorancë. Nuk shkarkohet doli Venecia, gjykata kushtetuese, nuk ndërpritet dot mandati kushtetues. Ja ku janë fshek zjarët, shikoj. Po, bravo. Ku jemi këtu Ledion, Tirana apo në Fier? Tu jemi fjerë. Po në Tiranë nuk ka pas fshek zjarë? Fjerë, Dibër, diun deri tani dhe në Toronto ka pas. Në Toronto? Po. Çfarë perë? Po se do hapet linja me Kanadan. Pra, Bela... Dallet se do hapet linja Jo, me i se kojëson, Kanada. kur shofton, tani më vjen të them, Bela kryeministre. Apo... Si i bie, jo, ndoshta jo. Dgjoj. Ky është lajm. Po. Dhe në Toronto fishek zjarë për Belën plak, do kthehet në punë kulla. Ore kulla dëgjoj. Çfarë kërkon njeriu më shumë se kaq në jetë, më burr? Por po ta mendosh, më ka mundësi të bëhemi ti qet një sekond. Problemi është që kjo gjë nuk i zgjidh kësaj zonje ato dosjet që ka në prokurori, që ka prokuroria në tim. Ato do i shohim, Të shkojmë pak të thelbi tani? Po. A mund të themi sot kulla që kemi hyrë në një epokë të re politike që do thotë dhe Erion Veliaj dhe Brinde Balluku, megjithëse nuk ngjajnë shumë si çështje, kanë pikat përbashkëta, por nuk ngjajnë shumë. A mund të themi sot që janë 2 njerëz të cilët do të trashëgojnë Partinë Socialiste pra nga të dobët në burg, njëri në burg, tjetra ishte afër, me këtë kthim, prit, me këtë point de retour, pra me këtë pikë kthimi, point de retour, point of return. Si e thash? Pikë kthimi. Ledio, si e thash? Si arritë të ta them, Ledio, mirë frëngjisht po anglisht. Avec ce point de retour, me këtë point of return. Mendoj që... Një sekundë, kulla. Që betejën e madhe e kam përpara, të dy. Pikërisht pra, kulla. Dhe këtu rikthehet Arjan Çari me shprehjen e famshme, që nuk është e vetja, po e përdorën sepse në barë nga konteksti, më thua një lider, një udhëheqës në botë, përveç rasteve, përveç gjitha rasteve, ato janë përjashtim, po si rregull, më thua një lider udhëheqës në botë që mund të jetë bërë i tillë, pra udhëheqës i një vendi, pra numri 1, pa kaluar ose pa pasur çështje penale të hapur. Ma thuaj, të lutem, ma gje. Jo, unë nuk e shoh kështu. Unë e shoh, po se shoh kështu çan. Unë e shoh si në Evropë. Silvio Berlusconi me çështje penale të hapur. U persekutua 20 e sa vite, por nuk u çua kurrë në paraburgim. A u persekutua, më zotri? Po u persekutua dhe nuk u çu kurrë në paraburgim. Dhe kur u dënua me një dënim me kusht që mos kandidot. Ore, kjo është mos... Ore, për çfarë po flasim, ose nuk jemi mes Evropës. Sot mëngjes në Itali dikush po më thoshte për çështjen Meta, më thoshte, ore, ç'është ajo punë tha që e morën presidentin me dhunë atje te ju. Nuk ka kështu nëpër botë, çan. Duhet me qenë qartë, kupton? Këtu jemi dakord, kjo hyn tek forma. Edhe kjo, po forma, shiko, forma është vetja përmbajtje. Nuk ka ligj sepse forma është e përmbajtje. Në rastin konkret, gjykata kushtetuese më në fund do ta ndaj deri ku shkon imuniteti dhe ku fillon pjesa tjetër, sepse do vinte në këtë variant, sepse është shumë e rëndësishme. Po këta tani këtu, edhe ti tani leni që pjesën juridike, më ka politikisht o burr. S'kam çat ka politikisht çan, sepse nëse do vi kështu, i bi që qeverinë do ta rrozojë gjykata dhe s'ka nevojë me shkullë zgjedhje. Kaq më muhabet. Po jo pra, se ky precedenti sot tregon që qeverisja rrezon gjykata. Po pra këtë po them unë, pra këtë do ta ndaj gjykata kushtetuese po them. Po pse nuk e kuptoni që e ka ndar? O çani, kur ta ndaj gjykata kushtetuese me proces të hapur do ta argumentoj pse si qyshte. Pse mo ti ke akoma dyshim? Nuk kam orë dyshim, është shpjegimi. Fakti që pezulloi pezullimin. Ore është shpjegimi këtu më. Ata kanë bërë shumë mirë sepse nuk ekziston koncept pezullim kushtetut. Nuk ka një nend kushtetutës që thot pezullohet antari. Flitet e pezullim po. Nuk ka asnjë nend kushtetutës që flitet për pezullim për antarin e Këshillit të Ministrave. Po jo, burtash. Antari i Këshillit të Ministrave, o është në zyrë, o ikën nga zyra, po u dënua shkon burg. Kaq. Bëhet shkarkimi. Pastaj a do ta mbaj ky zotëria politikisht kur ata ti komunikojnë dhe akuzat. Ka mundësi edhe 2 minuta politikisht, lutem? Po para se të bëj pyetjen, mos më kujto pak për çfarë do flas, të thash politikisht fati këtyre të dyve. Pra, ke parasysh ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ajo që nuk më vret, më bën më të fortë. A është rasti Veliaj Balluku? Një sekond. Bëjmë një xhiro Ledi urgjent në SPO Il plak për të kujtuar të gjithëve që jo çdo zorr që u den në rrugë mund ta fusi në makinën tuaj, se u shkatron makinën. Por them zorra ka thënë për tubin. Zorr tub është e njëjta gjë, varet nga rajoni ku jetoni. Disa i thon zorr, disa i thon tub, dakor? Jo çdo zorr. Dakor? Ç'është kjo më? Ideja është kjo. Merreni zorrën e SPO Ilit, e vetmja zorr që mund të shpëtoj makinën tuaj,
nga çmendurit që i hedhin benzinës dhe naftës në këtë vend. Vetëm nëse po il është e vërtet. Te Saidi, miku im Saidi, i pa parë. Gjithandej e kene së Boidin, është the fuel of champions, i pa parë Saidi. Rikthehemi le gjote e njëta fabull. Kulla politikisht, ce qui ne me tue pas, me rend plus fort. Ajo që nuk më vret, më bën më të fort. Dhe Liaj dhe Balluku, deri tani, u goditën, se cili në mënyrë të vetë, pra, pa i ngatruar. Prit, për mos na le. Ka 11 muaj në burgë. Po pra, një sekundë. Para burgë. U goditën, më dëgjon shumë me vëmendje, ka parimin, mos u kape detajet. Po, detaje është të rishi vitë në burgë? Edhe njerë, pra, s'më kupton. Me vendimet që po më merrin tani, instancat juridike si kushtetusja, në rastin e Veliajt, që e lanë detyrë, i tha zotrit ti e kryetar. Normal. Prit, jo, nuk kam kontraditur me ty, është pyetja. Dhe në rastin e Ballukut që e riktheu në detyrë, dakord? Këta janë bërë më të fortë, që do të thotë, prit pra miku, s'mu të ketë kështu pra tani. Në politik, o ikën kështu, o ikën kështu. Ka një periudhë që je këtu, dakord? Po nuk mund të ketë dhe kështu. Pra, o do ikin lartë, do ikin poshtë. Këto janë dy shenja të kushtetutës, kështu e lexoj unë mo. E lexon gabim, çon. E lexon me tifozllëk. S'është kështu. Unë të mu të bëj pyetje, nuk thash që do jetë kështu. Unë shtroj pyetje. Po. A është thash, a e ka bërë këta më të fortë, pikërisht goditjet që kanë marrë dhe tani ringritja? Është pyetje kjo. Është ringritje kjo. Shiko, është shenjë kjo kulla. Sos fishekzjarët në Toronto, në Fier, në ku diun se çfarë, është sinjal, do thotë, populli tyre, populli që do këta njerëz, që ka sakrifikuar kaq shumë për këtë vend, ditë e natë, ndërkohë që ne të tjerët bënim thashë theme, dakord, për banaqe, gjithë kazani mediatik, vëlla. Bënte thashë theme, ata punonin. Tani ata sot duhet të ndjehen tmerësisht të fortë kulla. Ndaj gjithë kësaj qenerie të madhe që i kanë ngrënë gjatë gjithë kësaj kohë, çfarë nuk thoshin, ju vinin gjoba kulla. Mendoje për një moment, kapet gjithën situatën. Më kupton, qofta njëri, qofta tjetrit. Tani qeneria, valla, ku do jetë, ku do zhduket? Ku do ikin qeneria tani, valla, që i doni të shikoni të keq e më keq? Më thuaj zoti kulla, pse i qesh? Më kujtove një gjë po. Se më the ku do ikin, ndërkohë që këta parmbrëm kur ishin tjetër Po parmbrëm. pëlqeu kjo qetësia me cilën më dëgjove tani, sa më pëlqeu kjo, fliste shumë kjo. Ndanin medaljet atje në pallat të kongreseve. Zdje Peti që mori presidenti Mojsiut sa tjerë medaljet e pallatit kongreseve. Jo, nuk e pash. Ishte një ceremonie. Jo, më prit sekond. Mos thuaj që ishte i qoka e një mashtruesit pa parë që bën gjithas me kështu, që shpërndan ndihmë humanitare. Jo, më ishte... Kjo pra ishte. Jo, më zotëri partia ishte ceremonia presidenti Republikës dhe kryeministrit ndanin... A nuk ishte kjo e këtij mashtruesit që ndan, që bën kështu? Unë nuk e njoh për mashtruesit djalë, e njoh për djalë shumë të mirë. Unë s'pola thash jemër. Po ta jap unë. Thash jemër unë. Njerëzit e kuptojnë vetë. Tash përgjigje. Mashtri me vetëve të larta, kujdes ju vjet. Përgjigjen, unë e kam nuk duhet më shash. Me për kë fola? Okej, të lutem mos më shash. Vazhdojmë. Edhe ai ca njerëz do i shajë valla. Edhe jo në sytim. Shava ty unë. Përdora gjemra. Okej, ne mbyllim këtu po. Çështja është që ndërkohë që këta kishin mbledhur dhe jepnin ca medaljet nivelit lartë se ishin 100 vjetori i urdhrit Skënderbeut e tjerë. Ca të tjerë, ndërkohë që krerët e shtetit ishin te pallati kongreseve, ca të tjerë ishin te Spaku dhe me sa duket vendosnin kush do drejtojë 3 vitet e ardhshme këtë institucion kaq të rëndësishëm. Dhe ata të tjerë kishin ardhur nga jashtë, kështu që nuk është se i shoh kaq kështu me energji kështu pozitive si që shefti, se kështë një paradoks. Ta pjesa e shtetit ishin të pallati kongrese, kurse këta tjerët ishin të ca zyra më të vogla dhe e ndanë se kush do zgjidhet. Kush ishin të këto zyra më të vogla? Ishte një që kësha nga Amerika, kështë një javë që rrinë të këtu. Lyv de Boaz. Edhe ca ambasadorë që rrinë këtu në për Tiranë, që duken kështu si këtë. Kështu që ata janë njerëz të Ramsit mërkulla, ata vinë punojnë për Ramsit mërkulla. Jo, ke gabim. Dhe më kulla, kur themi Ramsi 4, kemi thënë Amerikanët. Kur themi Amerikanët, kemi thënë Ramsi 4. Kur themi Amerikanët të Spaku, është Ramsi të Spaku. është një dhe gjë më burë. E ke gabim, Po për kë punojnë Amerikanët që nëse s'punojnë? Ore Çani, e ke gabim më burë, se e ke bërë dy një... Po qa siguri e thua këto? Po me siguri absolute. Pse e thua ti? Sepse e di mirë. Sepse e di mirë. Qa di më? Sepse e di mirë, nuk është kështu si shtu ti. Edhe nuk është se njerëzit janë kaq shumë të lumtur me këtë gjë që po ndodh. Ta dish. Po pse më kush po i kërcënon që të mos jeni lumtur? Okej, do flasim. Ktu jemi. Kush po i shantazhon më?
Populli i madh në rrugë. Zonën jo popull s'ka fare se s'ka kush ta nxjerrë popullit. Atëre? Zonën e ke të lirë, Po. edhe te zona e lirë këtu do jemi të shohim, do ketë zhvillime. Po sigurisht jo nga ata që dalin atje te rruga, as Urdo, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publike. Shikon që kanë ligj valla. Ore zotëri është antar i Këshillit të Ministrave, nuk e ke në Ore më the fjala pezullim. se si emërohet. Se do bëj çfarë me ty, mos e vëzhgim. Se si emërohet dhe se Zotëri, më the fjala pezullim nuk ekziston. Nuk ekziston. Po ç'është kjo këtu? Se si emërohet, ore thot për ushtrim detyret një shërbimi publik. More ti më the fjala pezullim nuk është ligj mo. Po nuk, të thash në kushtetut, nuk ekziston Kjo ç'është kjo? në mënyra se Ç'a është kjo? do më dëgjosh? Jo, nuk të dëgjoj fare. vazhdoj. Tani do të rigjesh ti ndonjëherë Jo, për nuk të rigjem, nuk ekziston. rigjem. Nuk ekziston kushtetut se si shkarkohet që pezullohet Kujt është ky ligj? Është kodi penal, është kodi penal. Ta thash, në kushtetut... A ti thua në kushtetues ekziston, po jo në kod ekziston, penal. Në valla. kod penal ekziston. Po nuk ekziston, më kodi penal ka nevojë për korrigjim. Parlamenti duhet mblidhet, pasi t'japi vendimi gjykata kushtetuese dhe duhet ta sqarojë. Mos po nuk ekziston. Po ekziston gabimisht. Nuk ekziston për njerëzit me imunitet dhe me mandat. O zotni, nuk ekziston. Në moment ta sqaroj gjykata kushtetuese me rastin Veliaj, tha. Ky zotria tha, është zgjedhur, edhe pse është mburr, ky është kryetar bashkie. Nuk mund ta u çut ju sot dhe do ta shkarkoni. As ta pezulloni, as ta shkarkoni. Jemi dakord, jemi dakord. Veliaj i hapi rrugën këtyre, po është i njëjti parim. Por është i njëjti parim që mbrojti presidentin Meta, kur doni ta shkarkoni këta, i njëjti parim që mbrojti Veliaj, i njëjti parim brenda këtë. Janë mandate kushtetuese, nuk mund të pezullohen. Nuk mund me një vendim gjykate. O do marrë vendimin përfundimtar të gjykatës, ose do mblidhen do ndryshojnë. Zoti Kullan, mund të themi sot që Ramsi 4 e mund të gjykatën speciale? Në këtë pikë, po do shohim si ç'a vendimi do ketë pas një muaji gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese dihet ç'a vendimi do ketë pra. Ore, po duhet ta shpjegoj gjykata kushtetuese. Do marrë vendim dhe do duhet të bëj shpjegimet. Dhe gjykata kushtetuese duhet ta ndajë shapin nga sheqeri. Do thotë deri këtu është pushteti i këtij, deri këtu është dhe pushteti i këtij tjetër. Ledion, bëm një xhiro në Dorelan plak dhe pastaj të kalojmë te fabula tjetër. Dorelani është një perlë, miq themi, sepse është një super brand italian që ka ardhur në Shqipëri.